Po, realisht gjendja aktuale e furnizimit me ujë të pijshëm mbetet stabile me përjashtim të disa pikave që janë të ndërtuara mbi kuotat rezervuarve që ko pas kohë, sidomos gjatë natës, kanë mungesë të furnizimit me ujë. Konsumi i ujit është rriti jashtëzakonisht, sidomos javën e fundit. Ne andaj kemi apeluar dhe po vazhdojmë të apelojmë që uji të shpenzohet vetëm për nevoja higjienike dhe shtëpiake, jo për ujitjen e kopshteve, trotuareve, bashqeve, arave, sepse ky ujë është i destinuar për pije, është një kosto e lartë e trajtimit të ujit dhe shpërndarjes deri te konsumatorët. Gjendja në liçene është e mirë, po nga Evropa është paralajmëruar që do të jetë një verë shumë e nxehtë, dhe nëse vera shumë e nxehtë, atëherë rritet konsumi i ujit, rriten keqpërdorimet e ujit në pikat e ulta dhe aty këtu në ndonjë pikë të lartë mund të kemë probleme me furnizimin me ujë. Dhe në të njëjtën kohë apelojmë te konsumatorët që janë të vendosur apo banor rezident që nga pas lufta në ndërtesat e reja kolektive, që bashkë me investitorët të vendosin pompa brenda ndërtesave aty ku nuk ka, sepse obligim ligjore kemi që ujin ta dërgojmë me shtypje deri në 1.5 bar minimumi, që i bie 15 metra lartësi, dhe mbi katin e 5 ne nuk e kemi obligim ligjor, ka obligim investitori me konsumatorin të vendosin ato pompa, që uji të shkojë deri në katet e larta, sidomos në pikun e verës. Po ashtu inspektorët tanë janë në terren që të identifikojnë, zbulojnë ata që e keqpërdorin ujin, sepse forma më e rëndë e keqpërdorimit ujit janë lidhjet ilegale në sistemin e rrjetit ujësjellësit, cilat po e rëndojnë realisht edhe furnizimin me ujë në pikat e larta. Po, kjo është një papërgjegjësi qytetare, sepse mbeturinat hudhen nga dora e njeriut. Ne vetëm gjatë këtij viti 2 herë jemi marrë me pastrimin e liçenit të Badosit dhe brigjeve të tij, dhe tash pas këtyre pamjeve ne do të ndërmarrin hapa tjerë konkret, do të shohim të bëjmë marrëveshje për mirëmbajtje. Pra, marrëveshje për mirëmbajtje të vazhdueshme të liçenit të Badosit dhe brigjeve të tij. Secila do jetë marrëveshja dhe me këtë do të bëhet marrëveshja, do të njoftoheni me kohë. Po, në moment që ne kemi filluar me ftesën konsumatorëve që të nënshkruajnë kontratën për shërbime, sepse është obligative, është obligim ligjor që të kemi kontratë në mes të dyja palëve, institucionit dhe konsumatorit, ka pas një rritje të konsiderueshme të konsumatorëve që kanë nënshkruar kontratën, tash pak janë në gjumë. Duhet sërish ata të cilët nuk e kanë nënshkruar kontratën të shkojnë sa më shpejt kudo në pikat e arkëtimit, kudo që e kanë më afër, të nënshkruajnë kontratën për shërbime, sepse kjo rregullon edhe marrëdhëniet juridike në mes të dyja palëve. Deri në atë kohë ne kishim të nënshkruara mbi 70.000 kontrata për shërbime, dhe këtë periudhë prej që kemi bërë sërish thirrje për kontrata, rreth 5.000 kontrata për shërbime. Por ky numër është ende i ulët krahasuar me atë që ne kemi në zonën e shërbimit 180.000 konsumator. Po, secili konsumator e ka obligim ligjor fillimisht ta bëj pagesën për shërbimet e ujësjellësit, në mënyrë që ne të investojmë në infrastrukturë ujore. Pastaj është obligim ligjor që na nënshkruajnë këtë kontratë për shërbime, dhe në moment që refuzon, domethënë refuzon ta marrë edhe shërbimin nga ne, kështu që inkurajojnë gjithë konsumatorët mos hezitojnë ta nënshkruajnë këtë kontratë, sepse kjo është edhe në të mirën e konsumatorit edhe të kompanisë.